Saadi ishte i shoku vetë, ishte nga të parët, nga njerëzit më të fuqishëm Medines. Tha, ja Rasul Allah, ma hadha. Kur i pa lotët që nuk pushonin, tha i dërgumi Zotit, që janë këto lotë? Pra profeti Zotit, po qanë? Profeti u kthy dhe i tha, tani të mësojmë. Tha, këto lotë, o Saad, këto lotë janë mëshirë që Zoti i vendos në zemrat e njerëzve që i do. Innema yerhamullahu min ibadihi ruhama. Tha vetëm i grup do mëshirohet në këtë botë, ato që janë të mëshirshëm. Dhe klasifikoi kjo fe madhështore që loti që del për të vdekurin është mëshirë, kurse goditja e murit apo shkatrimi është gjinaf. Dhe thojnë dietarët e Islamit, kur lotët për të vdekurin janë mëshirë dhe Zoti për atyre lotëve mëshiron. Po çfarë shpërblimi ka? Mësoj edhe i gjë sot në xhami ose kije parasysh i gjë në xhami. Çfarë shpërblimi ka vëlla dhe motër të begatofti i madh i Zot, nëse ti ke ajo familje që ka ndodhi fatkeqësi, ti bëhesh ndim. Ti jep përkrahje. Ti shkoj viziton, ti i thu një fjalë të mirë, ti e ndihmon nëse ke mundësi nga ana ekonomike. I heq një hall, i heq një breng. Këto janë nga veprat e mëdha që klasifikon Islami, që shumica prej nesh kanë mbetur në klasë. Fakt, mëshirë e madhe janë këto lotë, që i vendos Zoti në zemrën e atyre që i don. Kush do të mëshirojë ato që janë tokë, vetëm ato tha e përfitojnë mëshirën e të madhit, Zoti qofshin fal. Prandaj nuk është humbje e burrërisë, nuk është dobësi kur një burr apo një grua i derdh lotët rëke për atë që ka ndru jetë. Po nuk lejohet të kaloj ajo në traumë, të bëj pesimist për jetën, apo të bësh hasha lillah një vetvrasje, apo të godasësh murin dhe të dëmtosh veten. Këto janë ndaluara, kurse loti, dëshpërimi në zemër, këto janë pri natyrës që ka kriju i madhi Zoti qofshin fal.